qeverisje, dhe kjo ka lidhje me bilancin e saj të performancës. Dhe për hir të vërtetës, performanca e të themi qeverisë e zotit Rama në vitin e parë të mandatit të tij të 4 lë shumë për të dëshiruar. Sa i përket infrastrukturës, po shikohen gabimet, dëmet, por edhe ajo pjesë që ka bërë korrupsionin në vendin tonë. Dhe nuk është vetëm aksi rrugës i cili shkon në drejtim të Korçës, po ta keni parasysh ka dhe akse të tjera në juglindje, por raportohet domethënë për probleme në infrastrukturore edhe në hapësira të tjera të vendit tonë. Dhe kjo të bën të mendosh që një nga dikasteret kryesore, ai që ka lidhje me infrastrukturën, ka menaxhuar një sasi të jashtëzakonshme fondesh në mënyrë jo adekuate, në mënyrë jo të mirë, sepse nuk duhet përdor fjalët të cilat tashmë janë bërë bajate për hajnine të tjera. Dhe t'ju sjell një shembull të paktën për Kosovën. Kosova ka bërë një nga autostradat më të vështira, të themi, infrastrukturore, po që edhe ka respektuar mjedisin, është ajo e Kaçanikut, dhe po ta shikoni, jo vetëm ka respektuar mjedisin në kufit e saj, sepse në qoftë do bësh punime infrastrukturore, patjetër do e prekësh mjedisin, por po ta shikosh me kujdes autostradën e Kaçanikut, është gati një vepër e përkryer infrastrukturore që tregon që me sasitë e parave të njëjta që hidhen dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, atje rrugët janë krejt më ndryshe nga vendi jonë. Ky është krahasimi më i vogël që mund bëj, sepse Kosova me Shqipërinë ka shumë gjëra të përbashkëta, jo vetëm se jemi një kombë, po edhe mënyra e qeverisë nuk është se ndryshon shumë. Ndërkohë që po të mendosh për shembull parat që janë hedhur për infrastrukturën tonë, mos gaboj, është një sasi për 3.3 miliard euros ose diçka e tillë. Impakti që ato kanë me punimet e bërë lë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar dhe është vazhdimisht shumë shqetësues. Ju përmendët pak më lart presionin ndërkombëtar. Ishte i detyruar kryeministri Edi Rama për këto ndryshime? Besoj që po. Dhe kjo është parë më së miri nga këto ndryshime. E dini çfarë, gjithmonë kur duhen bërë ndryshime qeverisë, zakonisht paraprihet me, të themi, me një fjalim, paraprihet me një lloj mea culpa, paraprihet me një akt zyrtar. Po të bësh ndryshime kaq të befta, unë mendoj që e para i mungon morali politik, e dyta i mungon morali qeverisës, dhe treta çfarë është më shqetësuese është që njerëzit të cilët i kanë mbetur zotit Rama lënë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Ndërkohë